do të vëmë re disa, në fakt tek Malakia sot do të vëmë re disa gjëra. Edhe që unë do t'i përmend tani, mendoni pak, ai kemi neve këto. Në fillim, ata dyshuan për dashurinë e Perëndisë, vargu 2. Ata çnderuan emrin e Perëndisë. Vargjet 6 deri në 14 që ofronin sakrifica, do t'i përmend. Ata përdosën beslidhjen e Perëndisë. Çfarë Perëndia u caktonte dhe çfarë duhet të ofronin. Ata përçmuan durimin e Perëndisë. Ata e braktisën urdhërimet e Perëndisë. Ata përbuzën shërbesën e Perëndisë. Tu kalojmë te kapitulli 3. Mëkate e fëmijëve të Perëndisë në ditët e sotshme. Edhe të gjitha këto që neve përmendëm, a kemi dyshuar neve dashurinë e Perëndisë? A kemi çnderuar ne emrin e Zotit? A e përçmojmë neve beslidhjen e tij? A e përçmojmë ne durimin e Perëndisë sot? A e i braktisim urdhërimet e Perëndisë? Dhe e fundit, a e përçmojmë ne shërbesën e Zotit? Tu Zoti po arsyeton me njerëzit e tij si një prind. Dhe kur thot vargu 2, unë ju kam dashur, thot Zoti, por ju thoni si më ke dashur. Ne shpeshherë, që do ta shikojmë edhe në krahasimin ton, ne shpeshherë fokusohemi tek gjërat negative që ndodhin. Edhe në këto raste neve gjithmonë fajsojmë Perëndin. Ose di, unë bëjmë atë pyetjen tipike, pse më ndodhi kjo mua? Pse pikërisht mua? Po çka kam bërë unë Zot? A janë këto pyetje tipike që ne ja bëjmë Perëndis në ato shqetësimet tona, në lutjet tona? As unë nuk di t'i jap përgjigje këtyre lloj pyetjeve, me sinqeritet, por di të them diçka çfarë neve kemi mësuar gjatë gjithë kësaj kohe me fjalën e Perëndisë. Perëndia na mëson dy gjëra të rëndësishme që them unë duhet i kemi parasysh, ose unë i kam mësuar, nuk e di si mund ta përkufizoj. Por e para është që Perëndia na do gjithmonë. Dhe e dyta është që Perëndia është gjithmonë me ne. Këto nuk ndryshojnë asnjëherë. Po problemi qëndron me ne. Edhe këtu qëndron problemi përsëri. Pse qëndron problemi me ne? Se ne këtë nuk e pranojmë që problemi qëndron me ne. Edhe kur jemi të angazhuar në këtë lloj mënyre, unë nuk e di, nëse ne do të sjellim shembull tipike në familjet tona, tani që jemi prind, fëmijët tanë po thonë, po pse unë? Joeli diçka karakteristike e Joelit, në darkë, i them Joelit, bëu gati për gjumë. Joeli thot, po pse unë i parë? Në mëngjes, kur zgjohemi, i them Joelit, jo zgjoh. Po pse unë i parë? Janë dy gjëra interesante, domethënë. Një gjë që ti nuk e do ta bësh, përsëri mëngjes, përsëri nuk do ta bësh, atë që unë të thash të bëje në darkë. Nuk do që të largohesh nga gjumi, e kupton? Dhe tani ka filluar dhe ajo xhelozia e fëmijëve, jo ai është i preferuari, jo ky është kështu, edhe vinë të gjithë të tre bëjnë atë luftën e vet. Po por ajo çfarë është më interesante është që neve gjithmonë i duam fëmijët. Nuk e di, unë do mundohem që ta rifrazoj, po dikush pyeti nanën, dikush pyeti një nanë që kishte shumë fëmijë, cilin do ti më shumë? Edhe ajo u përgjigj, mase ju e keni dëgjuar, e keni lexuar, po unë çfarë mbaj mend? Unë sa dua më shumë atë sa që është smur. Unë dua më shumë atë sa që ka uri. Unë dua më shumë atë sa që nuk u kujdes për veten. E shumë problematika të përditshme që me fëmijët dalin. Atë që, sepse neve si prind duam që fëmija të jetë në mënyrë të përsosur sa më e mundur të jetë.
Edhe ajo na më përgjigj në këtë lloj forme. Unë dua më shumë atë tha që ka një problematikë, atë që dhem, atë që qan, atë që kërkon diçka dhe unë nuk kam mundësi t'ja. E kështu shumë e radhë. Pra Perëndia po thoshte pikërisht këtë. Dhe ata e çnderuan emrin e Zotit. Po si e çnderuan? Vargu 6. Një bir nderon atin dhe një shërbëtor. Sa bukur e rifrazon Zoti këtë gjë. Unë nuk e di, ky është një nga një nga arsyetimet më do thosha unë më baballakshe me Zoti me njeriu. Një bir nderon të ati dhe një shërbëtor të Zotin e tij. Nëse unë pra jam ati, ku është nderi im? Dhe nëse jam Zot, ku është frika nga unë? Ju thot Zoti ushtrive juve, priftërinjve që përbuzni emrin e tij dhe megjithatë thoni, si ke përbuzur emrin ta? Edhe Zoti vazhdon me detaje këtu. Ju ofroni mbi altarin tim ushqime të ndodura dhe megjithatë thoni, ç'më mënyrë kemi ndodhur? Zoti këtu po tregon aq me detaje gjëra sa. Po mirë thot. Si mund të ofrosh ti kur unë të kërkoj një viç të majm, të përsosur, ti më ofron një të çak? Si mund të vjedhësh ti një viç ande, se këtu e thotë, si mund ta vjedhësh ti edhe të vish ta sjellësh këtu, ta afrosh këtu? Kur ndërkohë që ti e ke thot, edhe ai më vonë tha të mallkuar qoftë ai që ka një kafshë mashkull në shtëpinë e vet, që edhe pse e ka bërë betimin, ka bërë premtimin që po do të vite afroj Zotit, o prit ku do gjej viçun. Edhe shkon diku gjet që ta marri. Ata e përdhosën beslidhjen e Perëndisë. Kalojmë se janë shumë vargje dhe t'i lexojmë të gjitha. Kapitulli 2 vargjet 10 dhe deri në 16. A nuk kemi të gjithë të njëjtin atë? A nuk ka krijuar i njëjti Perëndi? Pse pra veprojmë me pabesi me njëri tjetrin duke përdosur beslidhjen e etërve tanë? Juda ka vepruar me pabesi dhe një veprim i neveritshëm është kryer në Izrael dhe në Jeruzalem sepse Juda ka përdosur vendin e shenjtë të Zotit, që ai e do dhe është martuar me bijen e një perëndie të huaj. Shkon diku gjet, kërkon gjëra jashtë. Përçmuan durimin e Perëndisë, vargu 17. Ju e lodhni Zotin me fjalët tuaja dhe megjithatë thoni, si e kemi lodhur? Sepse ju thoni, kushdo që vepron keq, pëlqehet nga Zoti, i cili kënaqet me të, ose ku është Perëndia i drejtësisë? Pse është kjo pa drejtësi me mua? Pse më ndodhin gjithmonë këto mua? Më besoni, këto fjalë i them dhe unë, të jemi sinqert me unë. Mos kujtoni që unë po ju flas juve dhe po jam dhe unë me ju. Por Zoti më ka caktuar që t'ju kujtoj këtë gjë. Pse më ndodhi këto mua? Pse janë këto padrejtësi që më ndodhin mua? Pse pikërisht mua? Po ndodhen mua. Edhe lodhin me gjëra, edhe kur Zoti kërkon gjërat e tija, nderimin, respektin dhe e ka caktuar dhe neve e dim shumë mirë se çfarë duhet të bëjmë dhe nuk e bëjmë, ju kujtohet që Jakobi na thot ata braktisën urdhërimet e Perëndisë. Kalojmë te kapitulli 3, nuk u lexoj vargjet të gjitha. Kapitulli 3, vargjet 7 deri në 12. Që në ditët e etërve tuaja ju jeni larguar nga statutet e mia dhe nuk i keni respektuar. Ktheuni tek unë dhe unë do të kthehem te ju, thot Zoti i ushtrive, por ju thoni, si duhet kthehemi ne? Një njeri do të vjedh Perëndin. Megjithatë ju më vjedhni dhe pastaj thoni, çfarë kemi vjedhur? Sepse Zoti në atë kohë Zoti kishte caktuar vendin e shenjtë, vendin shumë të shenjtë. Edhe njerëzit atje ofronin edhe kështu të ardhurat, kishin një të vjetë, edhe gjithashtu edhe sakrifice. Ndërkohë që bënin këto lloj veprime zhvidhën. Të vjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar sepse më vidhni. Po. Mbar kombi. Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë, thot Zoti i ushtrive. Nëse unë nuk do të
do t'i hap plagjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend mjaftueshëm ku ta shtini. Ja e gjenoni, kjo është një sfidë për ne, u a them me sinqeritet, për gjithë secilin prej nesh. Në atë kohë janë dhe disa kisha të ndryshme edhe praktikojnë edhe ose i inkurajojnë besimtarët që të ofrojnë 1/10 e të ardhurave të tyre. Për shembull, merr 100.000 lek, 1/10, 10.000 lek ja ofron e sjell Zotit ofertë. Unë nuk unë besoj që çdo njeri i lind në zemër se ç'a do ja. Në këtë e besoj. Pali e thot këtë të Korintanës një fakt. Saktojeni në zemrën tuaj thot në gjatë javës dhe kur të vini tek Zoti mos dyshoni më. Që sa t'jap u po dha shumë, o do bas s'pas kam kaq sa duhet t'i jepja unë që ka çik më marrë. Pikërisht këtë po thot Zoti. Edhe Zoti këtë po thot. Ti thua, nuk kam unë. Edhe Zoti thot, shiko thot. Që është një sfidë shumë e madhe. Zoti thot, do të provosh mua? Mi jep atë 1/10 që ti u mundove, edhe thot, shikoj ç'a do bëj unë për ty, do unë do hap plagjet e qiellit. Neve në fakt gjithmonë ato bëjmë ato mendimet negative në veten tonë dhe gjithmonë atë negativitetin. Nuk kemi. Por Zoti thot, keni. Përvojeni. 11. Përveç kësaj do të qortoj shumë për ju vllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërrojë më frytin e tokës suaj dhe breshti juaj nuk do të rresht të sjell për ju fryt në fush, thot Zoti i ushtrisë. Në ditën se çfarë ndodh. Por po vendosa unë, ata përbuzën shërbesën e Perëndisë, vargu 13. Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje, thot Zoti. Megjithatë thoni, çfarë? Çfarë kemi thënë kundër teje? Keni thënë, është koti shërbes Perëndisë. Sa herë mund ta kemi bërë neve? Mos të hymë në krahasimeve, po sa herë mund të kemi thënë neve? Koti besosh Zotit. Kot. Ja, vuj. Ja, torturon. Lodh. Ja, shikoj sa marri ecën. Zemoza. Keni thënë është koti shërbes Perëndisë. Ç'përfitim kemi ne nga respektimi urdhërimeve të tij dhe nga vajtja para Zotit të ushtrive të peshur me robazi. Prandaj ne i shpallim të lumtur krenarët, ata që kryen pa udhësi, jo vetëm përfitojnë, por ndonë provokojnë Perëndin mbeten pa ndëshkuar. Imagjinoni sa aktuale është. Sa aktuale janë këto vargje. Nuk ka nevojë që të hyjmë krahasimeve, po mëkatet e fëmijëve në ditën e sotme. A të nderojmë neve emrin e Perëndisë? Në fakt, neve e të nderojmë kur besimi ynë është i pakët, është i ulët, është hiç fare, ose është i bazuar në anë materiale se sa në vetë. Po të lexojmë nga Hebrejt 13:15, ne duhet të ofrojmë sakrifica dhe thot me anë të Jezusit, pra le t'i ofrojmë vazhdimisht Perëndisë një flijim lavdije, domethënë frytin e buzëve që rrethejnë emrin e tij. Pra ne gjithmonë duhet të jemi përpara Perëndisë dhe të vim përpara Perëndisë me këtë lloj forme. A e përçmojmë neve beslidhjen e tij? A shpeshherë ndihemi neve kur ne kemi vendosur një beslidhje me Zotin në pagëzim edhe shpeshherë kjo unë e kam dëgjuar këtë edhe nga besimtarë dhe nga ata që po diskutojnë që të vendosen, që të fagzohen. Nuk e di. Ai është mjaftueshëm Jezusi për mua. Sakrifica që Jezusi ka bërë për mua, a mjafton apo duhet të bëj unë diçka tjetër, diçka ekstra? Nuk ndihem i plotësuar. Unë ndihem se kur unë kam bërë më shumë gabime, nuk ka të paguar gabimi. As kur themi ne nuk ka Zot që më falë mua, nuk ka Zot që më shpëloi mëkatet mua. Po në fakt është Jezus. Edhe ne këtë duhet ta kemi bindje numër 1. A e përçmojmë neve durimin e Perëndisë? Shkojmë pak tek e dyta Pjetrit.
Ju lutem, keni pak durim se edhe të katër vargje janë. Dyta Pjetrit kapitulli 3 është faqja 251, vargje 3 dhe 4. Dhe do thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etrit fjetën të gjithë gjërat mbetën apo ato gjendje si në fillim të krijimit. Sepse ata me dashje harruan se nëpër mjet fjalës së Perëndisë qiejt vinin në ekzistencë shumë kohë më parë dhe se toka doli nga uji dhe u sajua nëpërmjet ujit. E përçmojnë të gjëra. Braktisim urdhërimet e Perëndisë, edhe një është që është pagëzimi, pranimi i Krishtit. Është Mateu kapitulli 28 vargjet 19 dhe 20, ku është për të dyja palët, edhe për ne që jemi besimtarë dhe për ata. Neve Zoti na thot shkoni dhe bëni dishepull, i mësoni dhe i pagëzoni në emrin tim, dhe unë do të jem me ju deri në fund. Darkën e Zotit që neve e marrim çdo të diel është shumë e rëndësishme për ne. Veprat kapitulli 20 vargu 7. Ata u mlodhen çdo ditë të parë të javës dhe pali priti tek veprat pikërisht një javë që të merrte darkën e Zotit që të vinte dita e parë e javës. Para Korintasve 11 vargjet 23 dhe deri 26 që na mëson se si neve të hetojmë zemrat tona përpara se të marrim darkën e Zotit. Le mos ta përçmojmë, pra, a e përçmojmë neve shërbesën e Zotit? Kapitulli Mateu 6, vargu 33. Krishterimi ka themelës që në kohën e Palit, se Pali thot tek Romakët, deri në Iliri thot, nuk ndalova se predikuari fjalën e Perëndisë. Ja kemi këtu te Romakët. Kapitulli 15 vargu 19. Me fuqi shenjash dhe mrekullish, me fuqi të frymës së Perëndisë, kështu që prej Jeruzalemit e përqark gjerë në Iliri, kam përmbushur shpallin e ungjillit të Krisht. Vëllezër, motra, miq, dashamirës, ungjilli ka ardhur që në kohën e Krishtit këtu te ne. Kanë qenë të krishterë që janë internuar e vrarë për shkak të besimit. Ne nuk jemi të lënë me njëra. Ne jemi që nga Zoti që në fillim. Por vini re e fundi i Malakias, pra ka shpresë. Ata që kishin frikë Zotit folën me njëri tjetrin. Shikoj Malakian 3:16. Zoti e vuri re dhe mbajti shnim. Dhe tha të gjithë ata që dëgjojnë dhe kërkojnë falje Zotit do të shpëtohen. Zoti i premtoi ata që t'i bëj ata thesarin e tij të çmuar. E si e bën Zoti thesarin e tij të çmuar? Duke dërguar një shpëtimtar, që neve do ta mësojmë në ditën vazhdim në lindjen e tij. Zoti është një Perëndia ynë, është një Perëndi i madh, Perëndi i fuqishëm, i dashur dhe i lirshëm me gjithë secilin prej nesh. Ne këtë gjithmonë duhet ta kujtojmë e mos ta harrojmë. Dy gjëra pra. Dashuria e Perëndisë nuk largohet kurrë prej nesh, ose Perëndia na do ne gjithmonë, edhe është gjithmonë me ne. Por fakti është neve shpesh herë largohemi prej tij. Le mos largohemi nga Perëndia kur ai është afër.